Pas më shumë se 10 muajsh pas hekurave e shkure bashkia Kujkuksit Safet Xhici është liruar nga burgu. Vendimi është marrë nga gjykata e apelit, e cila ka planuar kërkesën për zbutjen e masës së sigurisë duke marrë në konsiderat gjendjen e tij shëndetësore të rënduar. Xhici, i cili është i dënuar me 4 vite e 6 muaj burg për shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv, do të vuajë pjesën tjetër të mbetur të dënimit, rreth 8 muaj në shtëpinë në mbikëqyrje. Vendimi u mor pas një serie kërkesash të paraqituara nga ana e tij për trajtim të specializuar mjekësor. Skandali që çoi në dënimin e tij shpërtheu në 24 shërshor 2023, kur Xhici u arrestua pas publikimit të një videoje që ekspozonte abuzimin me detyrën dhe përfshirjen në një aferë me natyrë seksuale në ambientet e bashkisë. Në korrik të vitit kaluar, apeli i GJKK-s i rriti dënimin me 3 vite në 4 vite e 6 muaj burg, duke e bërë atë përfundimtar dhe në formë të prerë. Sot, përmes vendimit të fundit, gjykata pranon se gjendja shëndetësore e të dënuarit e bën të arsyeshme masën alternative të qëndrimit në shtëpi. Xhici do të mbetet në mbikëqyrje deri në përfundim të afatit të dënimit. Ndërkohë, ky vendim pritet të sjellë debat politik mbi trajtimin e figurave të njohura politike dhe përdorimin e gjendjes shëndetësore si bazë ligjore për lehtësimin e dënimeve.